Mirëmëngjes dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm, zgjohuni me ne. Data sot shënon 28 shkurt dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vim të flasim për ngjarjet më të rëndësishme të datës 28 shkurt dhe të kthehemi në vitin 2022, kur bota ishte me syt nga bisedimet e para mes Rusisë dhe Ukrainës, një përpjekje për të ndaluar luftën që kishte nisur disa ditë më parë. Edhe pse shpresat ishin të vakta, kjo ditë shënon një hap të parë drejt diplomacisë në një konflikt që do të nërriste botën. Në vitin 1991, po në këtë datë, lufta e Gjirit përfundoi zyrtarisht, pas një lufte të shkurtër por të ashpër, koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i dha fund pushimit irakian të Kuvajtit. Por jo gjithmonë 28 shkurti ka qenë një ditë e paqes. Në vitin 1986, Suedia u trondet nga vrasja e kryeministit të saj, Olof Palme, i cili u qellua për vdekje në rrugët e Stockholmit. Shkenca gjithashtu pat një ditë historike më 28 shkurt 1953, kur James Watson dhe Francis Crick shpallën zbulimin e strukturës së ADN-s. Ndërkohë në vitin 1849, Kalifornia mori një vendim historik duke ndaluar skllavërinë në territoret e saj, një hap që më vonë do të ndikonte në luftën për të drejtat civile në SBA. 28 shkurti është dita e 59 e kalendarit gregorian. Ngjarje 1900 u themelua Federata Gjermane e Futbollit. 1922 Mbretëria e Bashkuar pranoi pavarësinë e Egjiptit. 1935 Napoleoni u novua nga Wallace Carothers. 1947 Incidenti 228 në Taiwan, çrregullimi civil u shua duke vrarë rreth 30.000 njerëz. 1974 pas 7 vitës SBA-s dhe Egjiptit, rifilluan lidhjet diplomatike. 1986 u vra kryeministri suediz Olof Palme. 1991 përfundoi lufta e parë e Gjirit. 1997 në Iran tërmeti shkatërroi 20 fshatra dhe shkaktoi rreth 1000 viktima në njerëz. 1998 lufta e Kosovës. Policia serbe filloi ofensivën kundër popullatës së paarmatosur dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Kosovë. 1998 Betejë Likoshanit dhe Qiresit. 2008 në Tic të Drenicës u themelua ambulanca e parë e UÇK-s, mandej kaloi në Likoç, ku më vonë u themelua dhe spitali i parë ushtarak. Do të vim të flasim për lindjet e personaliteteve të mëdha dhe do të kthehemi pas në vitin 1930, kur erdhi në jetë Leon Cooper, fizikanti amerikan që më vonë do të fitonte çmimin Nobel për punën e tij. Muzika botërore do të merrte një kthesë të rëndësishme kur në vitin 1942 lindi Brian Jones, një nga themeluesit e legjendarëve The Rolling Stones. Në vitin 1948, Broadway fitoi një yll të ri me lindjen e Bernadette Peters, e cila do të quhej për interpretimet e saj skenike dhe vokalin e fuqishëm. Ndërsa në vitin 1969, një tjetër talent i muzikës, Patrick Monahan, do të vinte në jetë duke u bërë më vonë lider i grupit Rain. Në vitin 1970, letërsia për fëmijë u pasurua me lindjen e Daniel Hender, shkrimtari që fshihet pas pseudonimit Lemony Snicket. Lindje 1833 lindi Alfred von Schlieffen, general gjerman. 1840 lindi Karl Merger, ekonomist i famshëm austriak që konsiderohet themeluesi i shkollës austriake të ekonomisë. 1901 lindi Linus Karl Pauling, kimist amerikan. 1954 lindi Enver Petrovci, aktor dhe regjisor shqiptar. Por 28 shkurti ka qenë gjithashtu dhe një ditë lam të mirash dhe në vitin 1936 u shua Ivan Pavlov, fiziologu rus i cili do të mbahej mend për eksperimentet e tij mbi refleksin e kushtëzuar. Ish mbreti i Spanjës, Alfonso i 13, mbylli syt përgjithmonë në vitin 1941.
Ndërsa në vitin 1958, bota humbi shkrimtaren dhe dramaturgen gjermane Christa Winslow. Arti vizual u trondit në vitin 1984, kur fotografi Gary Winogrand ndërroi jetë, duke lënë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme në artin e fotografisë. Dhe në vitin 2011, Hollywoodi dha lam të mirën një prej yjeve të tij më të ndritshëm, e njohur për rolet e saj në filmat klasik të epokës së artë të kinemas. Vdekje. 1648. Vdiq Kristani IV, mbreti i Danimarkës dhe Norvegjisë. 1869. Vdiq Alfonso de Lamartine, shkrimtar dhe politikan francez. 1896. Vdiq Ante Starčević, letrar dhe politikan kroat. 1936. Vdiq Charles Julius Henry Nicole, mjek dhe nobelist francez. Festa dhe përvjetore. 1922. Pavarësia e Egjiptit. Tani oftë të ndiqni rubrikën Ne dhe Shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të havjarit. I njohur si një delikatesë luksoze e detit, havjari ka varietete të ndryshme të peshkut. Ngjyra dhe madhësia e tij ndryshojnë në varësi të llojit. Në mënyrë tipike, duket si perla të vogla me ngjyra që variojnë nga e shile e zbetë në të zezë. Është një central elektrik ushqyes. Edhe kur shërbehet në sasi të vogla, havjari krenohet me një profil mbreslënës ushqyes. Ai përmban proteina, yndyrna, karbohidrate, vitamin B12, selen, hekur, natrium. Vitamina B12 është thelbësore për zhvillimin dhe funksionimin e sistemit nervor të duhur, si dhe prodhimin e ADN-s dhe qelizave të kuqe të gjakut. Një porcion i vetëm havjar siguron gjithashtu sasi të vogla të kalciumit dhe vitaminave A, D dhe E. Së fundmi, havjari është një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore omega 3. Ai mund të zvogëlojë shenjat e plagjes së lëkurës. Duke qenë se është i pasur me acide yndyrore omega 3, havjari është studiuar për përfitimet shëndetësore të lëkurës. Një studim i fundit sugjeroi që nga ekstrakti i havjarit mund të stimulojnë apoptocitet ose qelizat yndyrore për të prodhuar adiponektin. Adiponektina është një molekullë që përmirëson proceset e shërimit të plagëve dhe antiinflamatore të lëkurës suaj, nxit sintezën e kolagjenit dhe parandalon prishjen e fibrave të kolagjenit. Për shkak se kolagjeni është i rëndësishëm për strukturën e lëkurës suaj, studiuesit besojnë se ekstrakti i tij mund të zvogëlojë shenjat e plagjes së lëkurës. Mund të përmirësojë trurin dhe shëndetin mendor. Mbajtja e një mendje të shëndetshme është e rëndësishme gjatë gjithë jetës. Acidet yndyrore omega 3 janë element kryesor të membranave qelizore të trurit, që ndihmojnë në luftimin e inflamacionit. Studiuesit kanë spekuluar se reduktimi i inflamacionit në tru mund të zvogëlojë rënien e shëndetit mendor që shihet në sëmundjen e Alzheimerit. Për më tepër, studimet kanë zbuluar se njerëzit me depresion shpesh kanë nivele të ulta të acideve yndyrore omega 3, duke sugjeruar se mungesa e kësaj lëndë ushqyese mund të jetë një faktor rreziku për depresionin. Përmirëson sëmundjet e zemrës. Acidet yndyrore omega 3 po përdoren gjithnjë më shumë për të parandaluar dhe menaxhuar faktorët e rrezikut për sëmundjet e zemrës, shkaku kryesor i vdekjeve në SBA. Ulëmtimet sugjerojnë se ato përmirësojnë faktorët e rrezikut duke ulur presionin e gjakut. Omega 3 mund zvogëlojë rrahjet e zemrës dhe ngushtimin e enëve të gjakut për të ulur presionin e tij. Përmirësimi i niveleve të kolesterolit në gjak. Omega 3 mund të ulë nivelet e trigliceridëve në gjak dhe të rrisë nivelet e kolesterolit të mirë. Parandalimi i grumbullimit të trombociteve. Omega 3 parandalon që trombocitet në gjakun tuaj të grumbullohen së bashku dhe të formojnë piksje, një faktor rreziku për goditje në tru. Si një burim i pasur detar i acideve yndyrore omega 3, havjari
mund të sigurojë këto përfitime pa ndikuar negativisht në terapitë standarde të barnave. Mund të mbështesë sistemin tuaj imunitar. Të dy acidet yndyrore omega-3 dhe seleniumi në haviar mund të mbështesin sistemin tuaj imunitar. Së pari, omega-3 redukton inflamacionin dhe rivendosin funksionin pengues të lëkurës, zorve dhe mushkrive të tuaja, që të ndihmojnë në bllokimin e kalimit të baktereve të dëmshme për t'ju mbajtur të shëndetshëm. Ato gjithashtu reduktojnë shënjuesit proinflamator, duke treguar se luftojnë inflamacionin. Gjithashtu ndihmojnë në riparimin e qelizave të bardha të gjakut të dëmtuara, të cilat janë qeliza imune, që ju mbrojnë nga sëmundjet. Së dyti, seleni është rëndësishëm për fidhimin dhe rregullimin e përgjigjeve imune. Ullëntimet tregojnë se rrit prodhimin e antitrupave dhe rrit aktivitetin e makrofagëve, një lloj qelizave të bardha të gjakut, që luftojnë dhe largojnë substancat e dëmshme në trupin tuaj. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për ikonën e Hollywoodit që sfidoi kohën. Në shtet të vogël në Minnesota, më 21 qershor 1921, lindi një vajzë që do të bëhej një nga ikonat më të paharrueshme të Hollywoodit. Emri i saj ishte Ernestine Jane Geraldine Russell, por bota do ta njihte thjesht si Jane Russell. Me një bukuri magjepsëse dhe me një prani manice në ekran, ajo do të shndrohej një simbol të epokës së artë të kinemas, duke sfiduar stereotipet dhe duke lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e filmit. Në vitin 1940, jeta e Jane Russellit ndryshoi përgjithmonë kur një producent i ri dhe ambicioz, Howard Hawks, e pa atë dhe menjëherë kuptoi se kishte zbuluar diçka të veçantë. Ai e zgjodhi për rolin kryesor në filmin The Outlaw të vitit 1943, një western që do të shkaktonte polemika për mënyrën se si ajo paraqitej në ekran. Me një stil të guximshëm dhe një bukuri hipnotizuese, Jane Russell u kthye menjëherë në një sensacion. Pavarësisht vonesave dhe censurës që shiroi publikimin e filmit, emri i saj tashmë ishte bërë i njohur, publiku adhuronte dhe Hollywoodi e priti me krah hapur. Në vitin 1953, Jane Russell do të hynte në historinë e filmit me një nga rolet e saj më të famshme, Dorothy Shaw në Gentleman Prefers Blondes, për krah ikonës tjetër të ekranit, Marilyn Monroe. Ndërsa Marilyn luante rolin e vajzës së ëmbël dhe të pafajshme, Jane ishte ajo me zgjuarsinë mprejt dhe qëndrimin e sigurt. Së bashku ato krijuan një nga dyshet më të paharrueshme të kinemas. Por Jane Russell nuk ishte vetëm një yll filmi, ajo ishte edhe një grua me një shpirt të fortë dhe me një qëndrim të pavarur. Përkundër imazhit të saj si simbol, ajo ishte një grua me vlera tradicionale dhe me një besim të thellë fetar. Në vitin 1955, ajo themeloi një organizatë për bjerësimin e fëmijëve, duke ndihmuar shumë fëmijë të gjenin familje të reja. Ishte një kauz që e mbrojti deri në fund të jetës së saj. Më 28 shkurt 2011, bota humbi një nga yjet më të mëdha të ekranit. Jane Russell ndroi jetë në moshën 89 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi që ende ndriçon në historinë e kinemas. Felix Mendelssohn lindi më 3 shkurt 1809, vdiq më 4 nëntor 1847, i njohur gjërësisht si Felix Mendelssohn, ishte një kompozitor, pianist, organist dhe dirigjent gjerman i periudhës së hershme romantike. Kompozimet e Mendelssohn përfshin simfoni, koncerte, muzikë për piano, muzikë organike dhe muzikë dhome. Veprat e tij më të njohura përfshin uverturën dhe muzikën e rastësishme për ëndrrën e një nate vere, e cila përfshin Marfimin e Ditë Dasmës, Simfoninë Italiane, Simfoninë Skoceze, Oratorinë e Shëmpalit, Oratorinë Eliah, Uverturën dhe Hebrides, koncerti i pjekur për violinë dhe okteti i harqeve. Melodia për këngën e Krishtlindjes, Hark, Ëngjëll, Herark Sing, është gjithashtu e tij. Këngët pa fjalë të Mendelssohn janë kompozimet e tij më të famshme për piano solo. Gjyshi i Mendelssohnit ishte filozof i njohur hebre Moses Mendelssohn, por Felix fillimisht u rrit pa fe derisa u paguzua në moshën 7 vjeçare në kishën e krishterë të reformuar. Ai u njoh herët si një mrekulli muzikore, por prindërit e tij ishin të kujdesshëm dhe nuk kërkuan të përfitonin nga talenti i tij. Motra e tij, Fanny Mendelssohn, mori një arsim të ngjashëm muzikor dhe ishte një kompozitore dhe pianiste e talentuar me vete. Disa nga këngët e saj të hershme u botuan me emrin e vëllait të saj dhe sonata e saj e pashkëve për një farë kohe
i u atribua gabimisht atij pasi u humb dhe u rizbulua në vitet 1970. Mendelssohn pati sukses të hershëm në Gjermani dhe ringjalli interesin për muzikën e Johann Sebastian Bach, veçanërisht me performancën e tij të shënë ma thev pasion në 1829. Ai u prit mirë në udhëtimet e tij nëpër Europë si kompozitor, dirigjent dhe solist. 10 vizitet e tij në Britani, gjatë të cilave u shfaqën premier shumë prej veprave të tij kryesore, përbën një pjesë të rëndësishme të karrierës së tij për të rritur. Shijet e tij muzikore në thelb konservatore e dallojnë atë nga bashkëkohësit me uverturë të muzikës si Franz Liszt, Richard Wagner, Charles Valentin Alkan dhe Hector Berlioz. Konservatori i Lezbikut, të cilin ai themeloi, u bë një bastion i kësaj pikpamjeje antiradikale, pas një periudhe të gjatë denigrimi relativ për shkak të ndryshimit të shijeve muzikore dhe antisemitizmit në fund të shekullit të 19 dhe në fillim të shekullit të 20, origjinaliteti i tij krijues është rivlerësuar. Tani është ndër kompozitorët më të njohur të epokës romantike. Elon Reeve Musk, lindi më 28 qershor të vitit 1971, është një biznesmen, investitor, inxhinier dhe shpikës amerikano-kanadez, i lindur në Afrikën e Jugut. Ai është themeluesi, CEO i SpaceX, bashkëthemeluesi dhe arkitekti i produkteve Tesla, bashkëthemeluesi dhe pronari SolarCity, bashkëpronari Oponal dhe bashkëthemeluesi i Zip2. Elon Musk vlerësohet me $22.8 miliard nga Forbes në vitin 2018, duke bërë kështu njeriu e 54 më të pasur në botë. Musk lindi më 28 qershor të vitit 1971 në Pretoria të Afrikës së Jugut. I biri i maj, një modele, dhe Errol Musk, një inxhinier elektromagnetik, i lindur në Afrikën e Jugut. Ai ka një vëlla më të vogël të quajtur Kimball dhe një motor më të vogël me emrin Tosca. Në vitin 1980, prindrit e tij u divorcuan dhe ai jetoi më së shumti me të atin në disa vende të Afrikës së Jugut. Në moshën 10 vjeçare, ai zhvilloi një interes për kompjuterat nëpërmjet Commodore VIC-20. Ai e mësoi vetë programimin kompjuterik dhe kur ishte 12 vjeç, shiti kodin një videoloje bazuar në gjuhën Basic për rreth $500. Musk fillimisht u edukua në shkolla private, duke shkuar në Watercloak House Preparatory School. Musk më vonë u diplomua në Pretoria Boys High School dhe u shpërngul në Kanada në qershor të vitit 1989, pak para ditëlindjes së tij të 18, pasi mori në shtetësinë kanadeze nëpërmjet mamasë së tij të lindur në Kanada. Në moshën 19 vjeçare, Musk u pranua në Queen's University në Kingston për studime universitare. Në vitin 1992, pas të kaloi 2 vite në Queen University, Musk u transferua në një shkollë tjetër. Në moshën 24 vjeçare, ai u diplomuar për fizikë dhe ekonomi. Në vitin 1995, kur ishte 24 vjeç, ai u shpërngul në Kaliforni për të nisur doktoraturën për fizikë të aplikuar dhe shkenca materiale në Stanford University. Por e la programimin pas 2 ditësh për të ndjekur ambicet e tij sipërmarrëse në fushat e internetit, energjisë së rinovueshme dhe hapësirës. Ndërkohë, në vitin 2002, ai u bë një qytetar amerikan. Së fundmi, ai ka bler rrjetin social Twitter. Do të vijmë në rubrikën kuriozitete dhe sot do të flasim për një yll që rrotullohet me shpejtësi maramendëse. A e dini se ekziston një yll që rrotullohet aq shpejt sa është gati të shpërbëhet? Ky është VFTS 102, një yll në migullnajën e Mallit të Magellanit, i cili rrotullohet me një shpejtësi maramendëse për 1.6 milion km/orë. Nëse krahasohet me diellin ton, i cili rrotullohet rreth boshit të tij me një shpejtësi rreth 7000 km/orë, VFTS 102 është një e vërtet bish kozmike. Kjo shpejtësi ekstreme i jep atij një formë të shtypur, pasi forca centrifugale pothuajse e nxjerr materialin e tij në hapësirë. Shkencëtarët besojnë se kjo sjellje e pazakontë mund të jetë rezultati i një shpërthimi supernove në të kaluarën, e cila mund të ketë përshpejtuar atë duke i dhënë këtë rrotullim të çmendur. Nëse do të ishte edhe pak më i shpejt, ai do të shpërbëhej nga forcat e veta.
Në jetën tonë, stilolapsi është një nga asetet kryesore të çdo kujt, por ne ende nuk e njohim shpikësin. Kush e shpiku atë? Kjo është një pyetje e thjeshtë, por jo shumë njerëz mund të thonë përgjigjen e duhur. Laszlo Joseph Biro ishte redaktor i një gazete në Budapest në Hungari. Ai ishte interesuar në pikturë dhe skulpturë. Teksa punonte në redaksi, ai aksidentalisht derdhi një shishe bojë. Duke parë bojën e derdhur mbi gazetë, e cila tha i shpejt, i dha atij idenë për shpikjen e tij. Stilolapsi përmbante një sferë të madhe dhe synoi të përdorej për të shënuar arkat e madrave. Më vonë, ai zvogëloi madhësinë e sferës duke bërë atë më të lehtë në përdorim, kështu që stilolapsi mund të përdorej edhe për të shkruar. Për herë të parë ai prezantoi stilolapsat e tij në panairin ndërkombëtar të Budapestit në vitin 1931. Në vitin 1939, shpikja u ble nga një prodhues gjerman. Ata filluan prodhimin e stilolapsit, por përdorën bojën e njëjtë që i dha atij idenë për shpikjen, pikërisht ajo e cila thahej shpejt. Në Shtetet e Bashkuara u bë një përpjekje për të përdorur bojë vaj, por dështoi. Biro vazhdoi të punonte për të dizajnuar një bojë me konsistencën e duhur, fillimisht ndihmuar nga vëllai i tij dhe më vonë në pronësi të firmës Goj dhe Kowalski. Nuk mund të lëm pa përmendur Andor Gojin, i cili luajti një rol të madh në hartimin e një sfere që mund të prodhojë një shkallë më të gjerë. Marka Go Pen, e njohur në Hungari në vitet 1950, bazohej në emrin e tij. Laszlo Joseph Biro u transferua në Argjentinë dhe vazhdoi të testonte bojra. Duke punuar me llojin e bojës të përdorur për të gjetur çarin në gizë, stilolapsi i tij i parë i suksesshëm u patentua në Argjentinë. Fillimisht u shpërnda në markën Etterpen dhe më pas në Francë si Biro Crayon, ose siç shkruhet në disa stilolapsa, BIC. Në zonat anglishfolse, disa njerëz ende i quajnë stilolapsin një biro në bazë të emrit të tij. Biro ishte aq i respektuar në shtëpinë e tij të zgjedhur sa ditëlindja e tij 29 shtatori u zgjodh si dita e shpikësve në Argjentinë. Të gjithë e dimë që njerëzia nuk ka filluar të shkruajë mbasi Laszlo Joseph Biro inventoi shembullin e parë të stilolapsit që ne kemi në ditët e sotme, por shumë shekuj më parë në gdhentin e mureve të lashtë. Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 28 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme me alternime mes vranësirave dhe kthjellimeve. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira në zonat qendrore dhe veriore, ndërsa verilindja do të ketë më shumë intervale me diell. Pasditja vijon me mot të qetë dhe temperatura të buta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë me diell në varësi të zonës. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:10 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:36 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 15 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 9 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 15 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 15 gradë Celsius. Korç, 2 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 14 gradë Celsius. Sarandë, 9 deri në 16 gradë Celsius. Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 28 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit të qëndrueshëm me diell në pjesën më të madhe të territorit. Paraditja do të jetë e kthjellët, ndërsa pasditja vijon me diell dhe temperatura të buta.
Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:30 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic 3 deri në 13 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 13 gradë Celsius, Tënderaj 1 deri në 13 gradë Celsius, Pej 5 deri në 12 gradë Celsius, Prishtinë 0 deri në 13 gradë Celsius, Gjakov 3 deri në 14 gradë Celsius, Malishev 2 deri në 14 gradë Celsius, Gjilan 0 deri në 12 gradë Celsius, Perizaj 1 deri në 12 gradë Celsius, Kaçanik 1 deri në 13 gradë Celsius, Suharek 2 deri në 14 gradë Celsius, Prizren 3 deri në 13 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, ju takofshim.